Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Klevis Kaso është prezantuar në një takim në rajonin numër 5, ku morën pjesë kontributor ndërvite të Partisë Socialiste. Të pranishëm edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, si dhe koordinatori për rajonin numër 5, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu. Vëngu shprehu një falënderim dhe mirënjohje për të gjithë ata që ka dhënë kontributi në Partinë Socialiste, ndërsa vlerësoi kandidatin Klevis Kaso. Dhe ne kemi dashur veçanërisht me Bledin sot dhe me Klevisin që të shprehim një falënderim, një mirënjohje dhe pse jo të kemi bashkëbisedim sot për të biseduar më konkretisht për gjitha problematikat, gjitha shqetësimet dhe ku mendojmë ne që është sfida e këtij mandati të ri që kërkojmë edhe pse e kërkojmë mbështetjen tuaj. Sepse mendoj se kemi edhe përgjigje, kemi edhe përgjegjësi shtesë dhe besoj se kemi një skuadër e cila do marrë përsipër që këto shqetësime, këto problematika t'i çojë drejt zgjidhjes. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso tha se është shumë i emocionuar për prezantimin e tij në rajonin numër 5 e mbi të gjitha me kontribues ndërvite të Partisë Socialiste. Ai ka falendëruar për besimin, por edhe për mbështetjen që i kanë dhënë drejtuesi politik Bledi Çuçi, por edhe strukturat socialiste që pikërisht sot të jetë kandidat për deputet dhe të përfaqësoj rajonin 5, një nga rajonet që sipas tij ka patur vëmendjen maksimale të Bashkisë së Vlorës. Ndihem shumë i emocionuar dhe shumë faleminderit që jeni kaq të shumë të numër në prezantimin tim në rajonin 5. Zgjodhëm që të bënim këtë prezantim me kontribues të vjetër të Partisë Socialiste, për vetë faktin se kontributi juaj konsistent ose sistematik ka qenë ai që Partia Socialiste e ka bërë kaq të madh në numra dhe një forcë kaq të madhe politike. Unë jam shumë i nderuar që jam pjesë e ekipit për të qenë në listën e hapur të kandidatëve për deputet dhe për më tepër që përfaqësoj rajonin 5 të kjo garë. Shumë faleminderit drejtuesit politik që besoi te mua, por gjithashtu dhe falënderues ministrit, deputetes, për kryetarës së rajonit, për të gjithë të kontribut që kemi dhënë të gjithë bashkë dhe në fund të këtij kontributi unë jam në këtë listë dhe të kësaj mbështetje kaq të madhe dhe të gjithë secilit prej jush, se pothuajse me të gjithë juve unë kam pasur një lloj kontakti ku kam qenë kryetar rajoni politik këtu. Dhe në kohën që kam qenë në kryetar bashkie, po ashtu kam qenë një nga njerëzit që vazhdoja të besoja që rajoni 5 dhe doja që rajoni 5 ishte një nga vëmendjet kryesore të Bashkisë Vlorë dhe ashtu ka qenë sepse shumë shpejt rrugët e rajonit 5 janë projektuar për të qenë ndryshe nga si kanë qenë këto 33 vite. Kaso theksoi se mandati 4 është mandati që shqiptarët do të kenë pasaportën europiane dhe pikërisht për këtë duhet i besojnë Partisë Socialiste. Të gjithë së bashku do të doja që për mandatin e 4 të Partisë Socialiste të kishim një vëmendje të veçantë. Është mandati që fëmijët tuaj, niprit tuaj do kenë atë që është ndëruar në këto 33 vite, është pasaporta europiane. Nëse ne besojmë që mandati 4 është shumë i arritshëm për të gjithë, duke e prekur sepse është një punë kolosale e kryeministrit të Shqipërisë zoti Edi Rama, kjo duhet të bëhet vetëm. Unë mendoj që ose ne kemi nevojë që të gjithë juve, gjithë ato mbështetje që e keni bërë në kaq shumë vite, pa rreshtur dhe pa kurfar interesi madhor, ta bëjmë një sforcë të fundit që ky mandat realisht të na japë atë pasaportë na ishte kërkuar që është pasaporta europiane. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi theksoi se Klevis Kaso është produkt bio i Vlorës, është një zgjedhje personale e tij. Klevisi produkt bio i Vlorës. Bio. Dhe e kam zgjedhur personalisht duke referuar vetëm angazhimit dhe përgjegjësisë që kam parë ke Klevisi. Se në Vlorë e keni parasysh që kemi qef të merremi me llafën gjithmonë kështu, do nxjerrim bishta. I vetmi njeri që nuk është marrë me llafë që u ka marrë në shtator, më ke thënë një thashë tema, po të ngëshar një njeri tjetër ka qenë Klevis Kaso këtu. Kështu që në rajonin 5 keni dy zgjedhje të mrekullueshme, keni Partinë Socialiste dhe Klevis Kaso. Kështu që duhet ja bëjmë zmetin, edhe ata që nuk duan Klevisin, po kanë preferenca tjera, sepse lista është gjithë përfshirëse, nuk është thënë që gjithë edhe këtu në rajonet votojnë patjetër
Klevisin, e kanë mundësinë për të zgjedhur, është lista është goxha përfaqësuese që me siguri që gjithkush do ta gjejë njëri në atë listë për ta votuar nominalisht. E rëndësishme është që rajoni 5 të marrë maksimumin e votave si Parti Socialiste. PS-ja, pra PESA dhe Edi Rama duhet marrë maksimumin në rajonin 5. Kontributorët ndër vite të Partisë Socialiste në rajonin numër 5 kanë shprehur mbështetjen për Partinë Socialiste, por edhe për kandidatin Klevis Kaso.